Një punëtor shqiptar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident në punë në Itali. Viktima është 52 vjeçari Murat Tafçiu, i cili ra nga një skelë në një kantier ndërtimi në qendrën historike të Modenës. Ngjarja ndodhi rreth orës 8:45 të mëngjesit të dieshëm. Menjëherë pas aksidentit në vend ngjarje mbritën ekipet e emergjencës, por fatkeqësisht 52 vjeçari kishte ndëruar jetë si pasojë e plagëve të rënda. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa kompania e ndërtimit ku punonte Tafçiu ka deklaruar se po bashkëpunon me institucionet për sqarimin e aksidentit. Murat Tafçiu me origjinë shqiptare ishte babai i 4 fëmijëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.